të drejtuesve të akshit, të biznesmenve që guxonin të ankoheshin për manipulim të tenderave, dhe rezultati konkret në fakt, siç e kanë dëshmuar të gjitha bizneset në Shqipëri kohët e fundit, nuk është as pak një revolucion digital si ai që proklamon kryeministri, që ka tashmë dhe një ministre digjitale, një histori që bëri xhiron e botës dhe u kthye edhe në një target ironish në titujt e gazetave ndërkombëtare, por sisteme që bien njëri pas tjetri me biznese që nuk arrin dot të dorëzojnë deklaratat e tyre, sepse është bërë e zakonshme tashmë që bien sisteme që duhet ishin të mirëmbajtura e të konsoliduara në bazë të tenderave që janë dhënë me shumë miliona euro. Po duket se aty të tjerë njerëz lëviznin fiet pas këtyre tenderave. Kujtojmë emrat e Ergysa Gasi, Termal Beqira, të cilët tashmë janë arratisur për t'u fshehur drejtësisë, ndërkohë që zonës kryeministra për shembull që ndodhet këtu nuk i dorëzohet drejtësisë nga shumica. Kjo është situatë me një bllokim të tillë politik për opozitën, po edhe për drejtësinë, me probleme të rënda ekonomike për njerëzit që nga fermerët e përmbytur e deri tek bizneset, me një emigracion që nuk njeh asnjë ulje, vetëm rritje, dhe me një penetrim të krimit në shtet, në ekonomi dhe kudo që e ka bërë opozitën tashmë të drejtohet rrugës si mjeti i fundit që i ka mbetur për të ushtruar presion ndaj kësaj qeverie, që duket se kohët e fundit është vendosur edhe përballë një presioni të shtuar ndërkombëtar. Megjithatë duket se vazhdon pa një ndryshim kursi në rrugën që ka nisur. Kanë mbritur tashmë në bulevard edhe grupi i madh me në kryesin Berisha që vjen nga sedia e Partisë Demokratike. Cilët drejtohen përshkrojnë turmën për t'u afruar foltore së ngritur përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ka pushuar dhe shiu tashmë. Bulevardi është i mbushur dhe duket se është gati nisja e kësaj proteste kombëtare të opozitës kundër korrupsionit. Shikoni parrullat me gjithë figurat e vëna edhe në shënjestrën e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme. Kërkesa politike e opozitës është dorëheqja e qeverisë, vendosja e qeverie teknike ose kujdestare për zgjedhje të pakontestuara nga pjesëmarrësit. Që do të jemi në vendet pastaj një parlament të zgjedhur në demokratike dhe të lirë nga njerëzit.
Mirë se erdhët në protestën kombëtare të opozitës shqiptare. Ky është kilometri i fundit. Bashkë do t'ja dalim, do t'a rrëzojmë këtë klik hajdute.